Amnesty International publikoi raportin më të fundit për gjendjen e të drejtave të njeriut, ku një kapitull i kushtohet edhe Kosovës. Në raport theksohen dështimi për antarësimi në Këshillin e Evropës, problemet me drejtësinë për krimet e luftës dhe pengesat në fushën e të drejtave riprodhuese dhe bashkëjetesës civile. Pse përmendën këto tema dhe çka thuhet për to? E shpjegojmë në vijim. Si dështim përmendet mos antarësimi në Këshillin e Evropës, duke i privuar qytetarët e Kosovës nga qasja në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Në raport thuhet se votimi final ai në Komitetin e Ministrave u shty pasi Kosova refuzoi kërkesën e minutës së fundit për ta themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, siç e përcakton marrëveshja e 2013-s mes Kosovës dhe Serbisë. Për shkak të marrëdhënieve të tensionuara mes dy vendeve, dështoi të zbatohet edhe marrëveshja e vitit 2023 për gjetjen e të zhdukurve të luftës, thuhet në raport. Raporti përmend edhe shqetësimet e ngritura nga qendra për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, sa i përket marrëveshjes së Kosovës me Danimarkën për të transferuar në Kosovë të burgosurit danez në 300 qeli, duke theksuar konsultimet e kufizuara publike dhe hapësirën e pamjaftueshme në burg. Parlamenti dështoi të miratoj ligjin për shëndetin riprodhues që mundson trajtimin IVF në spitalet publike. Debati u pasua me dezinformata dhe gjuhë të urrëties ndaj beqareve nga disa deputet, thuhet në raport. Si dështim rënditet edhe mos miratimi i ndryshimeve në kodin civil që do të lejonin bashkëjetesën civile të së njëjtës gjini. Sa i përket të drejtës së njeriut për drejtësi, u përmendën raste të dënimit të 3 shpjestarëve të forcave policore dhe ushtarake të Serbisë, që kishin kryer krime gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Po ashtu edhe vendimet e Gjykatës Speciale të Kosovës për ta dënuar për krime lufte ish komandantin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës Pjetër Shalën dhe për t'i zbritur dënimin për 7 vjet ish komandantit të UÇK-s Salih Mustafa.